jemi njësia speciale, komando e UÇK-s me emrin Tigrat e Zi. Jemi të specializuar për një luftë guerrille me aksione blitz. Në anën e majtë gjenden snajperistat, e qënë Shqiponjës është vëzhgus, ju afrohet sërve shumë afër. Snajperist dytë e ka pseudonimin Rosh, se menon që është i ëmbël. Ja pra, këta janë këta snajperista. Kemi armatimin antitank, edhe më shumë të edon që të armatim. Këta tjerë që jo të shifni me kalasha. Morali ty në luftarak është qaq nivelin e nalë që s'besoj se do të kishte ushtar tjetër i tjera vise moral, sukur se kanë Tigrat e Zi. Para se të flinte djali vllau të mniti, gjithmonë kishte dëshirë t'ja këndeja këngën tira. Në atë moment çdo gjë u mbulua me zhurmën e bombardimeve. Dola nga shtëpia, askush nuk e dinte arsyeën e granatimeve, bombardimeve, vinte nga gjitha anët. Më vonë, pas 2 javë ditësh, jemi takuar me familjen time sepse gjithkush iku në drejtimin e vet. Ishim të parë matosur. Shtëpinë ma dëgjën, atë që këshim bërë prindrit e mi për 40 vjet me radhë, e dëgjën me një fije shkrepse. Unë kur jam i gatshëm për aksion. Jam në gjendje sikur të fluturoj, mos të prekin në ajër, vetëm në para ajër. Jam shumë guximshëm. Jam aq sa strem na pikë kërkujt hiç kur gjë, se jam betu për këtë. Tregova me përpara është vendi jam, s'kem ku shkoj për atas, tregova me as pak. Komuni mos mirë me vëzhgu. I përqerni tankët, autoblindat, forcat e tyne, sa forca po bin, ka po qarkullon. Bahni 2 grupe. A kupton?